Historia është e tillë që shqiptarët aty fillimisht janë pritur shumë keq. Operacionet e famshme fshesa që i përmendi dhe zoti Rama, punësimi i tyre në punëra klandestime, dhe po themi të pa ligjshme, siç quhet, në punë të zezë, me një shfrytëzim, do të thosha, kafshëror, ka qenë në një farë mase, me pagat të ulta, dhe me një vetë, sipas kujtohet në vitet 90, vetë të dhënat që jepte edhe, po themi, dhe fisku grek, sollën një zhvillim dhe sollën që u zgjeli njëri pa u bërë me vila të dyta në Greqi, edhe pensionistë që kishin pensione modeste, ka fal punës, po themi, të papaguar të shqiptarëve. Situata tjetër Profesor, dua të rikujtoj këtu sepse shumë gazetarë të rreshtuar me opozitën thonë harruam mikpritjen greke. Unë dua të rikujtoj këtu shqiptarët të cilët nuk paguheshin në fund ose rrinin 6 muaj pa paguar, pastaj lajmëroi policia nga pronari grek. Kemi edhe rastin kur janë keq trajtuar sa arritën deri në pengmarrje të autobusit me grek që u vra pastaj nga policia jon këtu. Pra kemi disa raste të cilat kanë qenë ekstreme, por ne vëdim edhe keq trajtimin e madh që ju është bërë në kufi, sidomos kur kapeshin nga forcat e ushtrisë. Mua më kanë ardhur me vjetra mesazhe të njerëzve, bile më ka bërë përshtypje njëri që thoshte edhe mbasi kam emigruar në Amerikë, 5 vjet rresht e mbaja pasaportën me vete se më kujtoi kur më zini në